rob racional ti thot gjërat ashtu siç janë. Jo një feministe që del tashi me shpat në dorë thot shqyr Zotit kemi drejtat tona, shqyr Zotit që jemi të barabartë, jo të barabartë, po këto tu ne i shkel me kam parimet, edhe morale, edhe ligjet. Do më thënë, sa ty po bësh debatje fal se fal, o vajzë dashur, ti po më trahton mu ti më ke shkatru familjen, më ke shkatru mu si person, ke shkatru fëmin tim, ti mu më ke shkatru jetën që unë kam investu. Më nështë ajo ka zgjell, mos me ken matë, mos se ka shkatru. Ore, më len, apo, shqyqy që e ka ligji, hajde difusit i trahtu mu, se që do bëj kjo mu? Edhe unë jam plotësisht dakord me atë që thot Mateu, unë dua thot një rob që tjetë ti thot gjërat ashtu siç janë, plotësisht dakord me ty. Edhe unë nuk jam që, domethënë, firmat ti mbikalojnë të drejtat e tyre, barazia gjinore nuk kupton. Pra ato drejtat në barazi gjinore do të thotë që çdo gjë që ka drejt ta bëj mashkulli, ta bëj edhe femra. Jo detyrimet sepse detyrimet janë të ndara, detyrimet janë gjë tjetër dhe të drejtat janë gjë tjetër. Pra çdo të thotë të drejta dhe barazi gjinore në të drejta. Do të thotë që çdo gjë që bën ti si mashkull, ta lejon etika, morali, ligji, ta bëj edhe femra. Jo ti ta bësh një gjë dhe femra mos ta bëj. Jo ti thush që fjala ime është e drejtë dhe jotja jo. Jo ty dëgjohet fjala asaj mos ti dëgjohet. Jo ty të merret mendimet asaj mos ti merret. Pra kjo do të thotë të jenë të drejta të barabarta. Siç keti drejtën e punës ta ketë edhe ajo. Pastaj është gjë tjetër nëse domethënë nuk bëhet diçka një bashkëbisedim dhe zgjitet një opsion. Por të drejtat janë të barabarta dhe nuk jam dakord. Jam plotësisht dakord me Mateun, pra dhe nuk jam dakord për mbikalim të drejtave në mënyrë absolute. Për sa i përket tradhtisë, unë personalisht jam plotësisht dakord me Mateun, jam kundër tradhtisë, ama në momentin që bëhet tradhtia, personi që tradhton e bën për arsye të ndryshme. Nuk ka faj personi tjetër në krah që është tradhtuar, por ai tjetër bën për arsye të ndryshme. Dhe ky personi që tradhtohet, unë me mendimet, ose duhet ta pranoj tradhtimin dhe të mësohet me atë idenë që do të tradhtohet, ose duhet ta lari. Por në momentin që tradhton duhet të tregosh. Shiko se unë nuk kam plotësim në këtë pjesën këtu dhe unë do të tradhtoj. Dhe në momentin që tradhton pastaj vendos personi tjetër, a do që të vazhdoj me ty, duke e ditur që ti e tradhton, apo nuk do që të vazhdoj me ty, sepse nëse ai pranon që të vazhdoj me ty, që ti e tradhton, atëherë nuk duhet të ketë më konflikte, sepse ke rënë dakord me parimin tim. Në momentin që domethënë ajo largohet ose ai largohet, gjëja më mirë është largohet, varet se sa e duron ti tradhtin si njeri. Sa je jaftë ta durosh ti tradhtin. Por unë nuk jam me mendimin që tradhtia duhet mbajtë fshetë në mënyrë absolute. Pra, e zam jam unë tradhtoj po marr si shembull veten time dhe jam e martuar, supozojmë nëse burri im do të tradhtoj duhet më thotë. E kupton, unë ky tipi jam, ky kurvar jam, dua të tradhtoj. E kupton, pastaj vendosi unë a pranoj të më tradhtoj apo jo. Unë fshehtësinë e urrej, tradhtin nuk e fal, por më shumë e fal në momentin që më thotë që do të tradhtoj vëlla se sa më tradhtoj edhe më mbaj fshehur, sepse është gjëja më e ndyrë. Kështu që edhe unë jam plotësisht dakord me Mateun, dakord krijon ti ke investuar te ajo marrëdhënie, po tani nuk është se s'mund t'i mbajmë dot njerëzit me zor, më kupton, prandaj tradhtoj njerëzit. Pra kjo është ideja, ai që tradhtohet duhet të pyesë mirë veten, ose ta pranoj tradhtin dhe mos bëj zor, ose ta lëri edhe u zgjedh, pavarësisht se ka pasojë jo fëmijë, po nuk rrihet për fëmijë. Pra me një njeri që nuk e do nuk rrihet për arsye të fëmijëve sepse është gjëja më e gabuar. Kështu që jam deri diku dakord me Mateun, por për sa i përket tradhtisë nuk është se duhet ta urrej njeriu që na tradhton, sepse tek e fundit ai e bën atë gjë sepse ashtu e ndjen vëlla. Nëse ai nuk e bën atë gjë, nëse ne e detyrojmë që mos na tradhtojnë me zor, i bie që po e detyrojmë të jetë dikush tjetër. Dhe i bie të jetë fake njeri. Ta detyrojmë të hiqet për dikush që s'është. Jo, vëlla, ai do më tradhtu sepse ashtu e ndjen ta tradhtoj. Kështu që këto janë diskutimet.